Terapia muzikore po merr gjithnjë më shumë vëmendje në botë si një mënyrë mbështetëse për pacientët që vuajnë nga sëmundje neurologjike si Parkinsoni, demenca dhe Alzheimeri. Përmes ritmit dhe melodisë, muzika ndikon në gjendjen emocionale, kujtesën dhe komunikimin e pacientëve. Studiuesit e psikologjisë kanë menduar që muzika ka ndikim edhe në psikikën tonë. Dhe me thënë vërtetën, nuk është të përhapur ashtu sa duhet, është tentuar, por kanë rezistuar në kundërshti të caktuara, duke mos besuar shumë të kjo fushë. Gjyrezi, autori i studimit mbi muzikologjin psikoanalitike, ku trajtohet edhe ndikimi i terapisë muzikore, shpreh dëshirën që kjo fushë të përfshihet në të ardhmen edhe si pjesë e kurrikulave universitare. Mendoj që edhe në Universitetin e Shkodrës duhet të kenë vendin të guxojnë për, me thënë vërtetën, psikologjia, i ka dhënë rëndësi psikologjisë së përgjithshme që studentët duhet të forcojnë mirë planin teorik të psikologjisë, pastaj mund ta përzgjedhin si me zgjedhje. Në këtë kontekst, Universiteti i Shkodrës më ka dhënë një ndihmë të jashtëzakonshme. Sipas specialistëve, terapia muzikore nuk zëvendëson trajtimin mjekësor, por mund të ndihmojë ndjeshëm në përmirësimin e cilësisë së jetës dhe mirëqenies emocionale të pacientëve.